Sara Gjordeni ka ndarë një postim emocionues në Instastory, duke I kushtuar disa fjalë të ndjera partnerit të saj, këngëtarit Bardhi. Në tekstin që ka bërë publik, Sara shkruan se tashmë është bërë një vit që mban mbiemrin e djalit më të mirë në botë. Një vit I plot që mban mbiemrin e djalit më të mirë në botë. Faleminderit që je me mua, që ndalesh dhe shikon tek unë atë që realisht isha dhe jam. Faleminderit që më mbron, më drejton, më gëzon, më mëson, më mban gjallë me ambicie e forcë. Copza ime e fundit e puzzle-it të lumturisë. Lutem të zgjas përgjithmonë ëndrat që po jetojmë, vetëm ne të dy, larg botës, larg fjalëve. Të dua çdo ditë më shumë. 11 Shkruan ish banorja e Big Brother Albania. Çifti u njoh gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP Albania, ku lidhja e tyre nisi para syve të publikut dhe vazhdoi edhe pas përfundimit të spektaklit. Sot, Sara dhe Bardhi janë prindër të një vajze dhe shpesh ndajnë me ndjekësit momente nga jeta e tyre familjare. Ky postim vjen më 11 nëntor, një datë që duket se ka kuptim të veçantë për ta, si përvjetor I martesës. Reagimet nga ndjekësit nuk kanë munguar, duke cilësuar shkrimin si një prej mesazheve më të sinqerta që Sara ka ndarë deri më tani.